20% e shqiptarëve ndjehen të pasigurt për pronën e tyre sipas studimit ndërkombëtar Global Index of Property Right Index 2024, i cili mat perceptimin e qytetarëve mbi mbrojtjen e banesës dhe tokës ku jetojnë. Ky tregues rezulton në rritje në krahasim me 18% që ishte në vitin 2020. Nga 20% e shqiptarëve që ndjehen të pasigurt për pronën e tyre, arsyet kryesore janë mosmarrëveshjet familjare, mungesa e burimeve për të jetuar në pronë dhe frika nga humbja e aksesit të saj. Megjithatë, Shqipëria renditet mes vendeve me nivelin më të lartë të besimit të qytetarëve në të drejtat pronësore në Europë, me rreth 77%. Paradoksi qëndron në faktin se edhe pse 77% e shqiptarëve ndjehen të sigurt për pronën e tyre, një pjesë e konsiderueshme mbeten pa dokumente të qarta. 43% e pronarëve kanë dokumente ekzistuese me emër të listuar, ndërsa 34% disponojnë dokumente ekzistuese por pa emër të saktë të pronarit. Një pjesë tjetër, rreth 23%, nuk ka dokumente ose ka të dhëna të paqarta mbi pronësinë. Këto shifra tregojnë se edhe pse perceptimi mbi sigurinë e pronës është i lartë, ekzistojnë ende sfida të lidhura me dokumentacionin dhe qartësinë ligjore të pronësisë. Sipas raportit, 61% e shqiptarëve janë pronar ose bashkëpronar, 9% jetojnë me qira, ndërsa 27% kanë pronë që i përket një antarit të familjes. Megjithatë, raporti thekson se këto të dhëna pasqyrojnë perceptimin e qytetarëve dhe jo domosdoshmërisht zgjidhjen e plotë të problemeve të trashëguara me pronësinë, regjistrimin dhe konfliktet ligjore. Pavarësisht kësaj, përmirësimi i ndjeshëm i besimit të qytetarëve në vitet e fundit mbetet një tregues i rëndësishëm për mënyrën se si shqiptarët e shohin sot sigurinë e një prej pasurive më të rëndësishme, shtëpinë dhe tokën e tyre.